Sot është shënuar viktima e 63 nga tragedia e zjarrit në diskotekën Puls në Koçan, si pasojë e problemeve me organet e frymarrjes të dëmtuara nga zjarri. Ka ndëruar jetë këngëtari Vladimir Vllazhev Panço, antar i grupit muzikor DNK, i cili ishte lënduar rënd në natën e 16 marsit. Panço është kuruar me muaj pas tragjedisë, por ka patur lëndime serioze në organet e frymarrjes dhe djegje të shumta në trup. Ai ishte i vetmi antari i grupit të famshëm i cili mbijetoi në atë moment të tragjedisë. Nga prokuroria themelore publike ka njoftuar se trupi i tij është dorëzuar për obduksion. Prokuroria do të lëshojë urdhër për kryerjen e autopsisë së personit për të cilin procedura ishte ndërprerë përkohësisht pikërisht për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Lidhur me zjarrin në Koçan, prokuroria ka ngritur akuza për 52 persona fizik dhe 3 persona juridik. Zjarri i tmerrshëm që shpërtheu natën e 16 marsit mori me vete 62 jetë të reja dhe la të plagosur 200 të tjerë. Tragjedia ndodhi kur shkëndijat nga mjetet piroteknike të përdorura gjatë shfaqjes ndezën tavanin e diskotekës, duke bërë që zjarri të përhapej me shpejtësi, duke shprehur pakënaqësi dhe revolt për trajtimin e kësaj tragjedie nga institucionet kompetente. Familjarët e viktimave dhe të lënduarve kanë mbajtur qindra protesta dhe marshe. Nga marshi i fundit para disa ditëve, ata kanë filluar me bllokimin e rrugëve të qytetit në Koçan nga 1 orë në ditë, duke kërkuar përshpejtim të procedurave gjyqësore dhe drejtësi për viktimat.